Ndërkohë një prej shqetësimeve të tona, të shqiptarëve, është temperatura e duhur e fëmijëve. Qoftë në ditët e para në spital, qoftë edhe kur dalin prej spitalit, nuk e dim sakt, na thuhet nga të vjetrit ose më të rriturit që duhet i veshim se foshnja nërë se ka pas shumë nxehtë mbrana në bark, ose si është teoria, sa duron foshnja me u vesh ose sa duhet trashta veshim ose jo? Me marrë kështu, me thonë, për ma let me e mbajt në mend, prindërit është, për shembull, ne të rriturit sa veshemi, një shtres ma shumë edhe beba. Po, se na. Kjo është për qatë periudhën neonatale, se bebës i vyn një muj që të marrë funksionin e duhur, sikur na që e kemi të termoregulacionit. Dhe është i dëmshëm sa hipotermia, do më thonë kur është ftoft, po aq është e dëmshme edhe kur është edhe shumë ngrohtë. Po, prandaj qajnë shumë. Po, edhe qajnë. Ka njerë as nuk qajnë, po krejt kështu molisën, bëhen shumë të përgjumun dhe nuk thithin e tjera, edhe ajo na alarmon edhe për ndoshta ka ndonjë sëmundje tjetër, ka raste kur kanë ardhur fëmia nuk po pen, vetëm po flen, kur e ka marrë, ja ka bërë të gjitha ekzaminimet, nuk ka asnjë sëmundje, nuk ka kur gjë, por ka qenë në pyetje, do më thonë, po, mbulimi tepërt, apo të ngrohja. Do më thonë, temperatura dhomës do të me qenë deri 24 gradë, prej 23-24 temperatura optimale për një bebe. Dhe veshjet që e përmenda, do më thonë, të pambukut, dhe një shtres të hollë, të një batanie, do më thonë, shumë e hollë. Dhe kjo do të me qenë ajo temperatura optimale. Jo me bo si sa unë, 28 gradë, edhe me vesh trash, atëre fëmija me të vërtet e bjen shtypja prej nxehtit dhe bëhet letargjik, nuk thith, nuk pen dhe mund të ketë edhe pasoja. Sikur ftofja, ashtu edhe të ngrohja. Po, sa i përket nëse fokusohemi vetëm të kapela dhe dorzat? Po, kapel nuk ka nevoj që të vendoset në kokë. As dorzat jo, të gjithë organizme, gjithë lëkura e një bebeje ka nevoj që të marrë ajrë dhe nuk ka nevoj që të mbulohen, e përthoj e di nanat shumë thonë jo po grithet, mirë po do të gjenë njërat që të ja prejnë pak, thojtë dhe t'i lojnë, do më thonë, pa dorza dhe pa kapel. Dhe pa kapele. Edhe nëse o dimër edhe nëse... Po, në ambientin që thash 24-25 është maksimumi dimrit.